Live from Tirana në Top Albania Radio. Pjesa e dytë e Live from Tirana, dëgjues të dashur, në këtë të enjtë të datës 30 prill 2026, e përmend vazhdimisht për t'ju rikujtuar pak se sa shpejt ecën koha, se ndonjëherë e harrojmë, por koha ecën më bukur kur pim gjithmonë kafe. Kështu që për këtë do të flasim sot dhe jo vetëm. Është një zonjë shumë interesante, një vajzë shumë interesante që më ka dalë në platforma sociale, kryesisht nga fillimisht nga partneri i saj që ajo monte që ne kemi pasur në program, por më pas ajo krijoi profilin e saj individual dhe shumë të suksesshëm në platforma sociale. Sepse sot platformat mund të përdoren dhe për gjëra të bukura dhe për edukim të kësaj shoqërie, por dhe për të bërë edhe biznes, pse jo. Anisa Peti është me ne, zonja dhe zotërinj, mirë se vjen në program e dashur. Kënaqësi që të kam në studio. Me sa kafe e zgjuar sot? E di që kam prej vetëm një deri tani. Nuk e di, isha me shumë shpejtësi dhe s'kisha asnjë ta bëja, vetëm me një. Po nuk do ndaloj. Po, nuk do ndalosh. Tani për të njohur dhe pak me publikun, për ato që nuk po bëjnë të lidhen ose po të dëgjojnë ose po të shohin për herë të parë, ti ke krijuar një llogari shumë interesante, e ke pasur, po tashmë e ke transformuar shumë interesante në Instagram, ku besoj përqindja më e lartë e zënë postimen për rreth kafes, apo jo, ku bën review të kafeneve të ndryshme në Tiranë, tregon metoda të ndryshme se si pihet kafja. Pash një ditë në mos gaboj, pije kafe me gjalp. Me gjalp. Me gjalp, aty thash, what? Paska edhe kështu, por me të gjitha dhe kuriozitete shumë interesante rreth kafenes, e cila është droga jonë e bukur e përditshme. Lumsen e që kemi. Anisa, çfarë të bëri të zgjidhje këtë lloj profili në platforma sociale? Vajzat kryesisht zgjidhin jo skincare, jo ku diun gjëra të zakonshme, masive, që i kanë të gjitha. Ti zgjodhe kafen. Domethënë ishte dashuri për kafen, ishte strategji, apo pak nga të dyja? Sekondë, jam shumë e sinqert. Unë kam provuar më përpara social media. E kam filluar me pak shumë video Get Ready With Me, apo me pak mod. Po, nuk është se nuk diferencoj nga tjerat, ka shumë të tilla. Edhe thash unë tani kafen e di. Kam bërë edhe një shkollim për të. Pse mos të përdor kafen? Thashë që di më mirë nga të gjitha. Plus është dhe diçka nish që nuk ekziston në tregun ton jo, po edhe në botë është diçka e rrallë. Ja, shumë të pak, po. Po, shumë e vërtet, edhe thash, do filloj me kafe, le të shkoj ku të shkoj, ta provojmë se. E si të ka shkuar? Të them të drejtën, më ka shkuar shumë mirë, edhe jam shumë falenderuese të shumë mirënjohësve, sidomos njerëzve, sepse kam pasur mbështetje që nuk mund ta imagjinoj asnjëherë. Dhe sidomos se audienca ime më e madhe janë gra. Edhe janë gra shumë të mira, kaq të ëmbla, më shkruajnë gjithmonë kërkojnë këshilla, jo se ta pi kafen, po më japin shumë ide për video, më thënë janë shumë mbështetëse gratë. Ti e ke pjesë të, pra ke një lloj formimi lidhur me botën e kafes, apo kjo gjë e lindi rastësisht edhe grumbullopi informacion rrugës? E kam një lloj formimi, kam bërë një shkollë, një master. Tani unë bachelorën e kam bërë për gjë tjetër komplet, nuk ka lidhje fare me masterin, e kam bërë për financë. Diçka ekstra, po. E thash, e di që do bëj diçka tjetër, ndryshe nga çfarë ekziston në botë. Edhe thash, do bëj kafen. Edhe votë kafja, nuk kisha ndonjë njohuri, nuk është se kisha ndonjë pasion e zbulova rrugës. Madje mund të them që dikur e pija kafe me 4 lugë sheqer. 4 lugë sheqer. Po. Dhe tani e pi me? Tani e pi pa fare. Zero. Madje këdo që kam aty në tavolinë shoqërinë time, kur thonë që do i hedh pak sheqer, sa vite kështu strem. Ishe shtrëmbër edhe mundohesh të imponosh. E bëj dhe unë këtë, se edhe unë kohë të fundit kam filluar e pi pa sheqer, mundohem të mbush mendjen, po. Është e vështirë të shkëputesh nga kafja pa sheqer? Për një njerëz që është i varur, është pak e vështirë, si vërtet i duket se ku pa pi se ku pa pi zëherë, themi ne. Por që nëse e bën për një javë të mjafton. Nga pak sheqer ta heqësh nga pak çdo ditë, fund të javës, më beso ta kesh hequr dhe pasi ta kesh pirë pa sheqer, nuk do kthehesh dot më tej me sheqer. Domethënë, ai fillim mund të duket i vështirë, thua, dhe pastaj po besoj dhe kam bindjen që përveç benefiteve shëndetësore që sjell pirja e kafes pa sheqer, se dihet që sheqeri nuk është fort i shëndetshëm, besoj që ti e ndjen, pra njëri që e do shumë kafen, e ndjen atë shijen e vërtetë të kafes. Është vërtet se ti nëse mendon realisht pse i ha sheqer kafes, është për ta mbuluar atë shijen e keqe, do thënë në thonjza, që ka kafja. Sa po të ishte një kafe e mirë, nuk do kishte nevojë për sheqer.
Kështu që është edhe kjo se kam provuar lokale të ndryshme. Po për ty si është kafja, pirja e kafes, domethënë është më shumë një ritual apo një nevojë fiziologjike? do të jem shumë e sinqert, unë nuk kam nevojë pi kafe që të zgjohem. Domethënë mund të rridhe pa kafe nuk më bën asgjë fare. Domethënë kafeina nuk më zgjon, nuk më jep as dridhja asgjë fare. Por të shijon. Më shijon shumë. Thënë ma kërkon vetë, mbase më zbërte psikologjike patjetër, është dhe puna ime që gjë e parë sa çojmë në mëngjes dua kafen. Përveç sot nuk kisha kohë vërtet. Si është, si ka ndryshuar raporti yt me kalimin e kohës në raport me kafen? Në fillim fare të drejtën pija shumë edhe kafe me qumësht. Se kisha pak vështirë ta pranoja të shijen e kafes. Atë që ne quajmë macchiato. Macchiato, ndonjëherë dhe cappuccino, po pas avash ta shiko, duhet ta vlerësoj më shumë shijen. Edhe sidomos atë punën kolosale që është pas bërjes së kafes, se kokret vogël që ti e bluan dhe ke atë eliksir magjik në filxhan. Kështu që i thash do të jap një shans, do provoj kafe të ndryshme, gjej veten aty ku duhet, çam pëlqen mua më tepër. Edhe pse jo, dhe njerëz më pyesin tani kam çfarë të them. Ka gjëra që i ke zbuluar ose më saktë në këtë botën e kafes që ti e dashuron kaq shumë edhe e ke kthyer tashmë gati në një profesion online kryesisht. Ka gjëra që ti zbulon për herë të parë vet, pra është një botë që nuk rresh së zbuluari, kuriozitete? Është një botë që nuk rresh së zbuluar, përveç pjesës mjekësore, për cilat unë nuk flas dot shumë se nuk jam as e fushë, kështu nuk dua të them ndonjë gjë të gabuar. Patjetër ka shumë receta, ndjen shumë receta, madje ishte njëri që më thoshte në koment se unë kisha bërë një recetë, e më tha, po pse masakron kështu kafen ti? Dhe unë i thash, okay, se i mora leje para se ta bëja, mos kemi rak. Do të thënë që ka kaq shumë gjëra interesante që për bërë me kafen, saqë për shembull një gjë e re që ka dalë kohë të fundit është një kafe me ujë tonik. Do thënë e lyen tek kripa, pas e lyen tek limoni dhe e hedh brenda tek uji tonik. Okej. Dhe bën kështu si bulza dhe është diçka, unë s'e kam provuar në fakt akoma, do ta bëj edhe për publikun, por që ka shumë gjë interesante që dalin sotisht, ndonjëherë janë trende. Po, si është ky trendi i kësaj gjë si jeshile matcha. Pse e bën fytyrën ashtu? Nuk mendoj se do jem ndonjëherë fan e matchës. Vërtet? Jo. Tani matcha çfarë është vërtet se mos e kam kuptuar kurrë nga e ka origjinën. Shiko, unë e di që përdoret mos qofsha e gabuar, se nuk jam 100% e sigurt, unë e di që përdoret shumë në Japoni, ama sa ndje ka origjinën, mëse di është vjen nga çaji jeshil. Është një lloj bime pra. Të e di 100% që ka kafeinë edhe matcha. Po, ka kafeinë dhe ka goxha të lartë. Se e kam provuar një herë. Nuk e di pse është bërë kaq e famshëm kohë të fundit. Unë personalisht nuk ndonjëherë besoj është ky trendi. Pra, këto blogger, influencerat postojnë këtë gjë, e kombinojnë me veshjen atë gotën jeshile ashtu. Vërtet. Madje po shihat se vajza që thoshin që red flags, pra një çun që pi matcha është një flamur i kuq që futje vrapit, pra nuk. Jam dakord. Ti je besnike e kafes tradicionale, e kafes turke. Nuk ka lidhje kafe me matcha, madje mua matcha më duket se u ka marrë një gotë dhe ka mbushur me bar brenda edhe po një që jeshile ashtu edhe mikstuar, se e miksoj edhe me shije, pastaj për ta zbuluar me avokado, me kështu me mango, me kështu gjërash. Kam ca pyetje specifike për ty, edhe për disa video që i ke postuar aty që kanë ngjallur shumë kuriozitet, por do flasim pak edhe për kafen turke, një tjetër dashuri shqiptare, le të themi, në të cilën shihet dhe filxhan në të, por vetëm pas një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, se kishte sa për nxemje. E kthehemi pas sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Live from Tirana, jemi me Anisa Petin për diskutuar për dashurinë ndaj kafes. Tani ti ke bërë në Instagramin tënd disa video, disa lloj recetash me kafen shumë interesante, që njerëzit edhe habitën thonë po kjo ç'është, dhe për shembull, një nga këto kafe që ti ke bërë është kafja me gjalp. Si është një kafe me gjalp? E bëra së fundmi në fakt të kafe me gjalp, edhe me sa duket më kujtohet fiks, ishte një vend që e kishte të zakonshme kafe me gjalp dhe më tepër pihet për dënë energji ose pihet në mëngjes që do të mbaj pak më të ngopur. Që ti të kalosh mëngjesin, absolutisht nuk sugjerohet, diskutohet. Do të thonë hajni mëngjesin pas e pini kafen. Por kjo është një arsye pse e bëjnë. Mua personalisht nuk më pëlqen fare, të drejtën. Okej.
Po si aplikoj, pra, ku vendosi gjalpi? Domethënë ti merr pak fare gjalp në një lugë çaj, bën kafen, nga nxehtësia patjetër, nëse fut gjalpin brenda do shkri gjalpi. Okej. Edhe thjesht e pi. Kishte shije të çuditshme, kishte një ndyrë shumë. Ndjeja jo ndyra. Ndihej, po patjetër se ajo shkri. Po nuk ishte. Aha, e çfarë thoshën komente aty poshtë? Te kjo thoshin që jo, kjo s'na kishte shkuar mendja, po çosh kjo kafe me gjalp, ta thashësh kjo që çe bën kafe me vaj, domethënë le ta pim siç është. Po. Po tani eksperimentin e bëjmë për ju, më që s'pe bëni ju. Një eksperiment tjetër shumë interesant që ti ke bërë aty në eksperiment, po themi, në Instagramin tënd është kafja me vezë. Edhe kjo tingëllon shumë çuditshëm kur e dëgjon për herë të parë. Si e bëre? Kjo kafe me vezë në fakt pihet shumë në veri të Vietnamit. Oh. Po, edhe kjo pihet gjithashtu për të dhënë energji dhe për të marrë vitaminat që ka veza. Tani mënyrë se bëron nuk është fikse sakt, pasi ata kanë një mënyrë të tyre, kanë një lloj filtri që vendosin sipër filxhanit të kafes. Edhe aty vendoset kafe që pikon pik tek veza që është e rrahur brenda në filxhan. Pikon kafja tek veza. Aha. Po, kafja tek veza. Veza është e rrahur në filxhan bashkë me të bardhën dhe të verdhën? Sugjerohet të bëhet me qumësht të kondensuar, që unë nuk e bëra sepse nuk doja të shtoja kaloritë. Aha. Si që besoj do të jetë shumë e mirë, më thënë me qumësht kondensuar, dhe ashtu siç e bëra ishte vërtet e mirë, me thënë drejtën. Po s'do më shkonte mendja. Veza e kishte të dyja, dhe të verdhën dhe të bardhën? Vetëm e verdha. Vetëm e verdha. Po, sepse po e bëra me të bardhën, pastaj pikset nga nxehtësia kafës dhe kur e provove që si ishte shija? Nuk e ndje fare që në vezës, nuk e ndje fare dhe ishte e mirë. Po për çfarë shërbente kjo në Vietnam, pra për çfarë bën apo thjesht për shije? Për energji. Për energji dhe kjo. Për shkak se është ftohtë, e përdoren për të marrë energji. Wow. Një tjetër recetë që ti ke postuar në Instagramin tënd është kafja me vaj ulliri. Pse dhe si? Dhe si ishte shija? Në krahasim me kafen me gjalp, më thonë ndyr për ndyr, e di që kafe me vaj ulliri më pëlqeu më tepër. Nuk ndiej shumë vaj ullirit, edhe sikur ja ishte pak atë hidhsinë që ka kafja. Po më duk shumë interesante. Tani këto receta ndjes për të përgjithësisht gjithmonë me kafe turke apo kafe ekspreso? Gjithmonë me kafe ekspres. Ekspres, okay. Dhe më fol pak për këtë me vaj ulliri? Edhe ishte shumë e mirë, më thënë drejtën. Nuk e marr më kush më pati sugjeruar të një koment që ta provoj dhe thash, pse jo ta. Vaj në ullirit ja hidhje në filxhanin e ekspresit apo hidhje atë para si? Po, ja kam me pikatore mbi kafe. Me pikatore mbi kafe. Hidhja shumë, se më dukej shumë. Dhe po ashtu, duke qenë se jemi të këto receta të çuditshme që ti ke postuar në Instagramin tënd, është kafja me uthull. Me çfarë uthulli e bëre? Molle? Kafja me uthull molle e bëra. Okej. Apo balsamike. Jo, e bëra me balsamike. Se ishte me balsamike dhe thonë që hiqte komplet hidhsinë e kafes, në fakt ishte e vërtet. Kafja nuk ishte aq e hidhur. E hiqte pjesën e hidhur të kafes. Hidhsin, po. Aha. Kishte thjesht një eksperiment që ma sugjeruan, them drejtën, nuk është se ta thash, nuk i sugjeroj këtë eksperimente, pjeni kafën siç është, to janë thjesht për qef. Aha. Janë trende, janë trende. Për të provuar një që unë nga të gjitha të preferoj atë me vezë, me vezë ishte vërtet e mirë. Me të verdhën e vezës. Cilat janë vendet që din ta pinë mirë kafen, ose më saktë ato vendet që e pinë më çuditshëm kafen në botë? Vendet që e pinë më çuditshëm, them drejtën, nuk mund të them që ka një vend që e pi çuditshëm, dhe vendet që e pi më pak kafen, do thoya është pjesa Kina, Japonia, se kam më shumë të pjesën e çajrave, po. Që e pi çuditshëm nuk di të them që ka ndonjë vend. Tani ka vende që kanë ca receta çuditshme, që unë do të provoj, sa shpejt do shkoj edhe me familjen, do shkoj në Suedi për ca pushtime, dhe aty u pin ka një kafe me djath sipër. Ka një djath specifik, nuk e di se kështu dëgjuar, më thënë është kafe filtre dhe jeni djath sipër. Tani unë do ta gjej këtë kafenin që e bën, do ta pi dhe patjetër që do ja postoj. Interesante, shumë ti e fan se më shumë e ekspresit apo e kafes turke? Unë jam më shumë fan se ekspresit, them drejtën. Kafe turke më tepër, kam thënë dhe të tjerë që jemi rritur me gjysën dhe prandaj kemi pjesë kulturës, kupton? Por që të më shkoj mendja nuk para më shkoj mendja te kafe turke. Vetëm kur duam pastaj çojmë në një filxhan. Po, aty ndryshon pastaj. Se ajo patjetër bëhet që më me kafe turke. Ka pothuajse çdo ditë në online ti gjen një artikull të ri për kafen. Pra është një nga produktet më të studiuara dhe nga shkencëtarët. Ka pafund benefite, por sigurisht çdo gjë e tepruar pastaj është e dëmshme. Gjithmonë ka pyetje shkëpyta që është e vjetër sa vetjeta, sa kafe duhet të pim në ditë, ka një përgjigje apo është individuale?
Është komplet individuale. Domethënë ti duhet pish aq kafe sa pranon ty organizmi. Në rast se ti e tekalon masën e kafes dhe nuk ndihesh mirë ose shikon që fillon të kesh ankth ose dridhesh, aty qëndro tek numri, te limiti jot, mos e kalo. Me thënë mos u përpiq ta trajnosh me zor trupin kur nuk ta pranon. Unë personalisht që ndonjëherë Ti sa kafe pi në ditë? Unë pi deri në 5 kafe, maksimumi. Nuk pish do ditë 5 kafe. Ka pas raste që pi dhe më tepër, pasi kështu më kërkon profesioni. Por që mua më është mësuar dhe organizmi dhe them drejtën, nëse nuk do i toleroja dot këto 5 kafe, nuk do isha fare në këtë profesion, nuk do e bëja dot. Unë i them gjithmonë njerëzve që testoje veten, edhe pastaj vendose çka kafe duhet pish, edhe sa kafe duhet pish. Se ka njerëz që më pyesin për shembull që për kafen dekaf. A dekafeinato, po. Që unë e marr ndonjëherë pas dite kur zgjohem nga gjumi. Pra dua edhe të zgjohem nga gjumi pas ditës, por ndërkohë nuk dua të më japë shumë energji se më lë pa gjumë në mbrëmje. Pikërisht. Këtë i them dhe nëse të merr malli për kafen, pi dekaf. Do të thotë që në shija kafes, po. Megjithëse ajo ka 1% të vogël kafeinë brenda. Ka aq të vogël, saqë nuk të jep asnjë lloj problemi. Është nga 2 deri në 6 mg, më thënë diçka shumë e vogël. Por aroma, ajo ndjesia që si ta jep atë gjën, atë për të hequr atë nepsin e kafes ose nevojën për të mos e tejkaluar. Oraret që janë më të mira për të pirë kafe përveç mëngjesit që po s'pir një kafe nuk të hapen syt. Përveç mëngjesit nuk sugjerohet të pihet kafe pas dite. Pasi patjetër ajo efekti kafeinës zgjat disa orë në organizm, edhe në rast se ti nuk do të ngelesh pa gjumë apo të prishë gjumë natën, më mirë mos ta pish pas dite vonë. Unë sugjeroj nga mëngjesi, dreka maksimumi, pastaj stop. Ti ke provuar ndonjëherë këto frapet në Greqi? Unë s'kam qenë asnjëherë në Greqi. I ke provuar? E kam provuar patjetër. Ato, nëse do të rish një natë të bësh aheng, mund të pish një kafe greke për nga ato frapet që i quajnë ato. Dhe mund të bësh dasëm gjithë natën. Ja, është aq e fortë edhe nuk ka shanse me të zënë gjumi. Po ti duhet të postosh një video me këtë frapen greke në Instagram. Është shumë interesante ajo. Do mos tani gjatë verës me të ujin e ftohtë, se bëhet me ujë të ftohtë ajo. Pra, tundet, shkundet, ajo gjëja kështu edhe. Unë e kam provuar, s'm ka bërë gjë të them drejtën, kështu që nuk ta kuptoj. Po të bëj gjë me 5 kafe që pi në ditë. Këtë frapen të drejtën e mira është ta pi në Greqi patjetër. Atje bën shumë të mirë. Ka stile për provuar frapen e famshme. Edhe duhet postosh një video, nga Greqia. Duke e bërë me baristën apo ta bëjmë vetë? Si do duash ti. Dgjoj, e ke monetizuar si pasion këtu të kafenes? Se kam parë që shkon në lokale të ndryshme, bën review, po. E di kush është gjë më qesharake, është që njerëzit mendojnë që fakti që unë shkoj te këto kafenet është që mua më paguajnë, mos më paguajnë askush. Më thonë, këtë nisëm e kam marrë vetë. Patjetër dhe me interesin e publikut, unë shkoj atje me lekët e mia, domethënë çdo gjë bëj vetë, edhe videon, edhe editimin, çdo gjë bëj vetë. Shkoj atje, provoj kafen dhe jap mendimin tim personal për atë kafe. Pra janë review të vërteta. Janë review të vërteta, absolutisht. Ke menduar të ashtrish në kafenet të tjera të Shqipërisë? Për shembull, si është një kafe në Kuk, si është një kafe në Shkodër, në Gjirokastër? Na kanë kërkuar, po më thënë unë duhet ta planifikoj shumë mirë ditën time që ta bëj atë gjë. Më kanë kërkuar edhe në Shkodër, dhe në Saran, shumë vende, më thënë do përpiqem ta ashtrim më tepër këtë si seri. Por afash. Dgjoj, tani që do lëvizësh gjatë verës në pushime, mund të një rrugë 2 punë, mund të gjesh kafe sa të duash. Rrugës së Shqipëria ka lokacione shumë interesante kafenesh, njëra është Buzë Liçeni, tjetra Buzë Ivare. Një rrugë 2 punë domethënë. Për shembull, provo të bësh një video duke pirë kafe në Syrin e Kaltër të Thethit. Aty për shembull është një kafenesh shumë interesante, është bar restorant, po imagjino se si shijon një kafe në mes të asgjës ose në mes të plot gjërave siç është natyra. Shikon, kjo është një ide shumë e bukur për video. Do të bëjë shumë virale. Madje nëse do ta bësh të ftohtë, mund ta marrësh atë filxhanin e fut tek ajo ujëvara, aty tek ai syr kaltër, ai është minus është shumë i ftohtë si ujë dhe mund të jetë shumë interesante. Shumë e bukur. Do ta bëj. Një tjetër shkëputje marketingu dhe rikthehemi shpejt në program. Family dhe Vesa Smolica në rikthen sërish në transmetim të drejt për drejt, po flasim për kafen. Më pyes në live në real time Anisa, a të shëndosh kafeja? Besoj që është një pyetje që ta bëjnë ty shpesh, se në këtë botën ku njerëzit masin kaloritë çdo gjëje, pyesin edhe për kafen, a ka kafja kalori? Po, në fakt më kam pyetur shumë shpesh për këtë fenomen, po jo, kafja vetë nuk të shëndosh. Tani nëse ti shton sheqer,
i shton qumësh, i shton pana, i shton shurupe, patjetër që do të shëndosh, më kanë thënë bërë ëmbëlsirë vonditas. Po, si këto gjërat që marrin shumë me çokoladata brenda, me milkshake, gjëra, po çfarë do të shëndosh ajo? Që kafen ti s'ndje më fare është ëmbëlsirë pastaj. Është ëmbëlsirë ti, e humbet kafen komplet. Apo po e hodhe 2 sheqer, 2 nga ato do të shëndosh, patjetër. Do të shëndosh patjetër, po. Po në vetvete kafe sheto, ka kalori? Mund të ketë shumë pak, domethënë maksimumi të pallogaritura gati. Dhe pallogaritura fare. Kështu që pijeni qet. A duhet të pim kafe kur jemi me nerva? Kjo është në fakt një video që unë e kam bërë. Nuk sugjerohet të pihet, pasi edhe mund ta shtoj pak, por që unë personalisht nga eksperjenca ime personale, nga që s'më bën asgjë, unë e pi gjithsesi. Edhe njerëz të tjerë thonë, tani unë po s'piva të kafe, më bëm akoma më tepër me nerva. Kështu që është individualiste thua. Ose varet nga momenti, për shembull në mëngjes, pa pirë kafe shumë njerëz haxhitohen, nuk i funksionon truri, por në fakt, çfarë thot shkenca, se kjo është një gjë shumë interesante, pse disa njerëz kanë të pamundur të funksionojnë, pra trurin e kanë të bllokuar, dhe nëse nuk pin kafe në mëngjes i dhëm koka, çfarë ndodh? Çfarë reaksioni shkakton kafja në mëngjes tek trupi jon? Përveç faktit që është dhe pak psikologjike, se ti je mësuar, kafja realisht të jep energji në mëngjes. Me të është një funksion që bën në tru, që edhe po e shpjegova mbas se njerëzit nuk do e kujtojnë, por që ne kemi një sinjal që thotë truri i lodhur, kafja atë sinjalin ta bllokon. Edhe nuk jemi i lodhur. Pastaj kur mbaron ai efekti ti kërkon një tjetër, por efektin që të bën kafja e parë që ti pi nuk ta bën asnjë kafe tjetër që pi më pas. Kafja e parë, pra, kafja mëngjesit është shumë e rëndësishme, po. Por është shumica është psikologjike. Është dhe pak psikologjike, pra mund të zgjohesh pa. Po pse dhe mbaja koka? Se unë për shembull po se piva kafe në orar, madje edhe në orar, pra nëse kalon gjysmë ore kohë, mua më dhem koka. Kjo është diçka që e shpjegon shkenca, më thonë do përpiqem ta shpjegoj sa më thjesht. Ka bëme enët e gjakut që ti ke në tru, enët e gjakut zerohen, edhe kur ti pi kafe ato ngushtohen edhe e ndalon përkohësisht atë dhimbjen e kokës. Pastaj thash ty të bëhet edhe pak psikologjike që e ndaloj kafe, tani miku komplet dhimbja e kokës. Por realisht bën diçka. Kafe apo pi energjike, çfarë na zgjon më mirë? Nuk dua të gënjej, por mua personalisht e vetme që më bën efekt është pija energjike. Do të thënë e vetme që më bën efektin që bën kafe një personi është pija energjike. Nuk të kuptova më së edhe një herë. Po mund pi një pije energjike, që ka shumë kafeinë brenda, dhe atëre jam, më thon, super energjike, mund të rizgjuar për ore të tëra. Më thon, jam si ti për shembull që mund të pish 2 kafe. Ti e ke me pijet energjike. Po. Ajo më bën efektin e kafes. Por në fakt më shëndetshëm besoj është kafja. Patjetër që është kafja, se pija energjike çfarë nuk ka brenda. Ka ëmbëlsues, më thënë ka shumë kimikate sa ne nuk e lexojmë dot emrat. Po, janë të palexueshme gati. Pyetjet më të çuditshme ose më të shpeshta në fakt që të bëjnë platformat tua sociale lidhur me kafen. Më të shpeshta, patjetër më shpeshta sa kafe duhet pi në ditë. Që e sqaruam që patjetër, do thon testoje vetë sa kafe individuale, ai sa përballon trupi. Po. Një pyetje që më pyesin është a dehidraton kafja? Po, nëse pim shumë kafe të dehidratohesh. Jo, është aq i vogël ai efekti që të bën kafja, nuk dehidratohesh. Thjesht duhet pini më tepër ujë. Mund të shkosh pak më shpesh në banjo, por atë e madhe. Një pyetje tjetër që më bën shumë shpesh është më thuaj një kafe të mirë. Më thënë, akoma nuk e kuptojnë konceptin e një kafe të mirë me një kafe të keqe, ose një kafe e fortë. Se është kjo miti le themi. Ajo varet çfarë do thua ti, çfarë të shijon. Ajo varet çfarë do, por edhe nuk e din siç duhet konceptin e një kafe të fortë, një kafe e mirë, një kafe e keqe. Në këto pyetje mi bëjnë shpesh. Patjetër sugjerime çka kafe. Mund të përgjigjesh, mund të thuash të pin Lori kafe, fjala vije. Kjo mund të jetë një përgjigje e zgjuar. Ka mite për kafen? Ja, pra kjo është një mit për kafe, një mit që shqiptarët për shembull e dinë të gabuar është që një kafe të jetë e mirë do patjetër të ketë atë kremin e trash. Po, ose e dëgjoj këtë thon po të erdhi kafe në lokal me atë kremin sipër, është kafe shumë mirë. Që ti qëndroje sheqeri sipër, po. Një minutë. Po në fakt nuk është fare e vërtet. Më thënë ajo kafe ka më tepër robusta brenda, prandaj ka dhe më tepër krem dhe mban atë sheqerin që themi ne. Por që unë personalisht gjithmonë i shtyj njerëzit tek një kafe arabike. Pasi është shumë aromantike, është ka shumë interesante dhe është
shumë e lehtë si kafe. Me thënë, kur mua më thonë që më sugjeron një kafe të lehtë, unë aty shty, të arabike. A ndikon kafeja në ankth apo është thjesht një perceptim? Pra ti nëse ke tendencë për të pasur ankth, si full një kafe? Po, ndikon. Besoj të rritrahet e zemrës. Të rritrahet e zemrës është shumë e vërtet. Kështu që nuk sugjeroj të pihet kur jam me ankth. Qetëso, pastaj shije kafen siç duhet. Më thuaj një fakt të çuditshëm për kafen që shumica nuk e dinë që se ke treguar ende as në Instagramin tënd. Një fakt i çuditshëm për kafen është që kafja realisht është një frut. Shfrut? Po, është një frut. Edhe madje ai fruti i kafes ngjan pak fare me qershin. Edhe brenda ka 2 fara, ato 2 farat vjellim ne që pastaj patjetër pastrohen, hiqen ato që janë defektoze, pastaj transportohen edhe piqen dhe kemi kafe që kemi sot, por që është frut. Okej, futet tek familja e frutave. Familja E ke menduar ndonjëherë të shkosh në parcela të mëdha në botë ku bëhet kafeja edhe ku është bima në fakt edhe postosh këto video? Kam menduar shumë herë dhe patjetër që do ta bëj. Madje kur kam bërë shkollën kam pas shumë persona të klasa që kanë pas plantacione kafeje. Edhe domethënë kam derën e hapur, thjesht unë duhet marr guximin, typin ata avion, të rri shumë orë sipër oqeanit edhe të shkoj. Se kam frikë. E po, duhet luftosh me frikët e tua. Po. Përveç tiramisus, që një tiramisu pa një kafe, pa uregjur ato gjërat biskota si që ato në kafe nuk bëhet. Ti ke provuar të bësh ëmbëlsira të tjera me kafe? Një ëmbëlsirë që kam provuar me kafe në fakt është jelly coffee quhet. Okej. Edhe pasi hedh, më thënë hedh kafen, hedh çik kakao tani të lutem, se nuk mund ta pish vetëm me kafe, i hedh gelatinën, këtë e fut në frigorifer, le ca orë dhe pastaj e ha. Më thënë është e mirë. Patjetër sugjeroj të jetë edhe pak sheqer, se ndryshe nuk hahet. Është e mirë, po jo një gjë shumë interesante. Më thënë mua personalisht nuk pëlqejnë shumë ëmbëlsirat me kafen përveç tiramisus. Se ndihet shumë ajo shija kafes dhe humbet ajo ëmbëlsia. Do thuash ti të pëlqen kafja, nuk e di se më pëlqen shumë të ëmbëlsirat. Mund ta përdorim kafen për skincare? Unë njoh një grua në fakt që bën maska me kafen. Përveç se bën maska, kafja është shumë e mirë për skrabe të fytyrës. Unë fakt kam bërë edhe vetë. Si aplikohet? Kafe turke besoj apo? Mjafton të jetë kafe e bluar. Po, e merr, mund të jetësh vaj kokosi, më thënë bërzje me të, i përzjen bashk, e aplikon në fytyrë siç aplikohet skrabi, pastaj e shplan fytyrën dhe e kesh vërtet shumë të butë. Të tregoj një recetë tjetër? Po. Kafe turke. Vaj ulliri. Okej. Eksaj virgjur, po, edhe nëse nuk është te marketi poshlagjes, dhe sheqer. Sheqer kafe është më mirë. I bën në një mask këto dhe e bën për skrab edhe këtë. Pra, se vaj ullirit ka efekt vete, kafja ka efektin e vet të pastrimit, sheqeri pastaj shërben si për ta gryer pak ato copat e vdekura të lëkurës, pa pastërti, se nuk dia se shpjegoj se nuk jam dermatolog, po është një, pra, kafja sheh që futet në kudo futet, e kupton? Është vërtet. Jo, futet edhe në produkte kozmetike, ke shampo që me bazë kafeje. Do të thënë ti e ke provuar të maskën vet? Po, e kam provuar dhe është shumë efektive. Ke menduar të bësh ndonjë parfum tëndin për shqiptarët, për tregun shqip lokal tonin me aroma kafeje? E di që ekzistojnë parfume me kafe dhe unë ja kam ndier aroman. Pak deri tani s'm ka pëlqyer asnjëra, janë shumë të rënda. Nuk e di, unë s'm asnjëherë jo, edhe mund të ndodhi. Po. E si ishte ky parfum me kafe? Ishte shumë i rënd, edhe të linte një aromë kështu si të idhët nga pas. Nuk e sugjeroj. Dgjoj, kafja turke që ti e bën shpesh aty në Instagramin tënd dhe poston. Gjyshet tona thuhet që e bënin më të mirë, kishin to teknikat e veta, ndoshta e Jezveja, si nuk e di si thua ti. Jezvesh. Është më e mirë për të bërë një kafe turke. Cilat janë në fakt sekretet e të bërë një kafe turke? Gosat sot kanë kollaj, shtypin ekspresin, po nëse na shkon një herë mendja për të bërë një kafe turke, çfarë teknikash duhet përdorim? Çfarë ka rëndësi? Ka shumë rëndësi që kur bën një kafe turke, në fillim të hedhësh ujin ose ambientin ose i ftohtë, pastaj të hedhësh lugën me kafen. Pasi nëse hedh lugën përpara dhe hedh ujin, ka për të ngjit poshtë. Kjo është shumë e rëndësishme kjo. Gjithkohës ta trazosh. Do të thënë që mos ngelen ato, mos bashkohet kafja dhe të ngelet. Ti je gjithkohës në trazim sipër derisa gjithmonë me flak të avash dhe të ulët. Temperaturë të ulët. Patjetër. Tani sheqer jo, nëse nuk doni sheqer, provojeni me kanellë se është vërtet shumë e mirë.
me kanellë. Madje para ca kohësh ja bëra një zonjë dhe se kisha provuar asnjëherë me kanellë, duke provoj tha, "Ua, tha më hape syt, si kisha provuar asnjëherë." Dhe i pëlqeu shumë. Pastaj në fund fare, këta ma kam mësuar gjyshe, hedhën fillim fare te filxhani, e vë dhe një herë tek fornella, për të dytën herë, pastaj hedhë, nuk e di çfarë bën saktësisht, por kam ngelur nga gjyshe. Edhe unë kam parë këtë të gjyshet shqiptare kryesisht, nuk e di asun çfarë efekti ka, po duket që funksionon. Nuk do e ndryshojmë. Kush jemi ne ti themi, kush e ke gabim këto rregulla të pashkruara, por që duhen zbatuar. Tjetër, çfarë është e rëndësishme për kafen? Është pjesë e përditshmërisë tonë, është e rëndësishme gati si gjëra të tjera, siç është uji, ndoshta jo për trupin, po dhe për trupin mbase se përderisa jep ato efektet, edhe shkenca thot në fakt që ka efekte shëndetësore, zgjimi e të gjitha me radhë, nëse pihet në mënyrë të moderuar, çfarë është më rëndësi që ti ta thuash në fund të kësaj interviste për kafen? Përveç sheqerit, më thonë që të heqin sheqerin, mos ta përdorin kafen si zëvendësues i mëngjesit. Se ka shumë persona. Po, dhe kjo është shumë interesante. Ka persona që mund të mbasin peshë dhe pinë shumë kafe gjatë ditës dhe thonë, më ka bërë kafe të mbas peshë. Dhe sidomos janë persona që mund të jetë edhe çik më tepër ujë, për shembull mund të pinë kafe turk, kafe filter, pa ja të mban të ngopur pak. Dhe ti je shtyn duke pirë një kafe tjetër dhe një tjetër dhe nuk ha. Po këtë rënë nga pesha s'ta ka bërë kafe, ta ka bërë ty që nuk po ha më. Prandaj mos të përdorni si zëvendësues. Përveç kësaj, kafja me stomakun bosh është e dëmshme? Nuk e sugjeroj, pasi mund të ta caroj acitin e stomakut, por që edhe kjo është me persona. Unë për shembull e pi dhe vet, esëll. Edhe nuk më bën asgjë. Por nuk e sugjeroj, unë sugjeroj të hash diçka dhe pastaj pi kafe. Të pish kafe. Mirë, faleminderit që ishe në Live from Tirana. Edhe bëf sa më shumë video interesante në lidhje me kafen dhe sigurisht për ju dëgjues të dashur, ju dini çfarë duhet të pini, gjithmonë lori kafe. Të uroj një të enjtë të bukur në vazhdim. Shumë faleminderit. Rita kemi Joni Radhës është nesër, deri atëherë bëfshit qef.